Muri i ndërtuar në Mitrovic nuk do të ekzistoj pas muajit janar. Kështu ka thënë për Tribuna Channel kryetari i degës së PDK-s në Mitrovic Avne Kastrati. Sipas tij, institucionet e vendit do ta rënojnë këtë mur sepse është obligim i tyre. Ai muri nuk do të ekziston pas, domethënë, janarit, eventualisht ditët e para të shkurtit. Edhe ato do të jetë i rënum deri në temel me kotën zero. Do të jeni të bindur se ashtu ka me ndodhur. Ai shprehet i bindur se serbët do të tërhiqen pavarësisht deklaratave që muri nuk do të rrëzohet. Bajram Gesaj, këshilltari i kryeministrit Mustafa, ka theksuar se me murin do të veprohet me ligjet e Kosovës. Çka do që të ndodhë, do të ndodhë në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. Pra ekzistojnë ligjet e Republikës së Kosovës edhe ne nuk do t'i thejmë ato ligje për asken. Kurse zëvendës kryeministri serb Branimir Stojanović ka thënë se çështja e murit i takon komunës për shkak se hyn në fush veprimin e vetëqeverisjes lokale. Ata duhet të vendosin vetë për çështjet për të cilat se si e ndërtojnë jetën e tyre. Për mua është një marrje e madhe që të flitet për këtë çështje, sa do të jetë muri 1,80 m apo do të jetë 80 cm. Për këtë vendos qeverisja lokale, sepse komunat janë të formuara pikërisht për këto punë të rendit shoqëror të një komune e cila është atje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar se muri do të rrëzohet në muajin shkurt dhe këtë do ta bëjnë institucionet e Republikës së Kosovës.